Rikthehemi në studion tuaj, mirëmëngjes, drejt për së drejti në radio dhe televizion, dhe kemi të ftuar në studio. Do të flasim për televizionin, do të flasim, më falni, për universitetin, do të flasim për vitin e ri akademik, Universiteti Fan Stylianoli. I ftuar në studio Rafael Prodani, profesor i asociuar, dekani i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane, është i pranishëm në këtë çast në studio. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi për Nesi Media që të flasim për universitetin, aq më tjetër për që jemi në prag të fillimit të vitit të ri akademik 2025-2026, dhe do të flasim për një fakultet të cilin ju e drejtoni dhe jeni dekan, është Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane. Së pari unë doja të bënit një përshkrim për Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Humane dhe një si përbërëse për të kaluar më pas dhe tek numri studentëve, edhe pse është një numër që mbase në vijim mund të ketë ndryshime përderisa procesi i regjistrimit po vijon. Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane është themeluar në vitin 2011-2012 dhe është një strukturë e rëndësishme në përbërjet e Universitetit Fanoli. Misioni i këtij fakulteti, si njësi përbërëse e universitetit, është ofrimi një formimi cilësor dhe gjithëpërfshirës të studentëve në të gjitha ciklet e studimit, si dhe zhvillimi kërkimi shkencor në disiplinat përkatëse. Një rëndësi e madhe është vendosur dhe misioni tercial të fakultetit, që do të shërbej komunitetit duke bashkuar dijen, kërkimin e teknologjinë me nevojat e shoqërisë për zhvillim të qëndrueshëm rajonal dhe kombëtar. Në përbërje të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane janë 5 departamente: Departamenti Matematikës dhe Fizikës, Departamenti Informatikës, Departamenti Biologji-Kimisë, Departamenti Infermerisë dhe Departamenti Shkencave Sociale. Këto njësi përbëjnë bazën organizative dhe funksionale të fakultetit, duke garantuar zhvillim akademik dhe shkencor në përputhje me prioritetet institucionale dhe kërkesat e tregut të punës. Kjo është një përshkrim i shkurtër i fakultetit. Edhe një historik që nga themelimi, me pjesën e departamenteve që ka brenda tij. Flasim pak për pjesën e studentëve dhe si ka qenë interesimi i tyre për këtë fakultet. Në këtë vit akademik, interesimi i studentëve ka qenë i madh. Në rang universiteti ne kemi kaluar regjistrimet e një vitin përpara. Kjo tregon një rritje të interesit dhe të numrit të studentëve që do ofrohen. Edhe ky është një lajm i mirë, duke marrë parasysh vitet e fundit problematika caktuara që kanë ardhur pikërisht nga mos plotësimi i kuotave apo dhe nga mungesa e kuotave në disa programe studimi. Për fakultetin, si janë kuotat, janë njësoj me vitin e kaluar apo kemi ndonjë kalim të tyre? Nëse kemi ndonjë numër gjithmonë. Ne shpresojmë të kemi kalim të tyre këtë vit. Pra kjo është ajo që sidomos në degët që kemi prioritare, siç është dega inxhinieri informatike, të cilën e kemi të programi studimit inxhinieri informatike, i cili është një program studimi i përbashkët me Universitetin Politeknik të Tiranës. Programi studimit biologji-kimi, i cili është një program studimi prioritar dhe shumë i rëndësishëm, i cili nxjerr jo vetëm mësues, por dhe specialistë të fushave, në varësi të masterit shkencor që do ndjekin. Dhe programi matematik-fizikës është gjithashtu një program i cili nuk nxjerr vetëm mësues, por dhe specialistë të fushave, në varësi të masterit shkencor ose profesional. Pra kemi programe studimi që përbëjnë një interes të veçantë për Po, edhe një program tjetër i rëndësishëm që kemi është programi në shkencat politike, që ofron Departamenti i Shkencave Sociale, dhe ky është një program shumë i mirë që shumë mundësira punësimi, qoftë në administratë publike, organizata qeveritare, jo qeveritare, në zyrat e OSBE-s, BE-s e të tjera. Kaluam kështu në pyetjen e dytë, për cilat janë programet e studimit që ofron, përveç atyre që ju përmendet, kemi programet e tjera, cilat janë, ose gjithë kuadri programeve që ofrohet në këtë fakultet? Ne kemi 18 programe studimi, 9 programe të ciklit të parë bachelor, siç është programi matematikë informatike, matematikë fizike, inxhinieri informatike, teknologji informacioni, biologji kimi, infermieri përgjithshëm, AMI, administrim dhe politika sociale dhe shkenca politike. Pra ne kemi gamë të gjerë programe studimi bachelor, të cilët i ofrojnë mundësi studentëve për të rritur nivelin e tyre akademik dhe profesional. Gjithashtu kemi dhe programe ciklit të dytë, master i shkencave dhe master profesional. Në master të shkencave kemi 2 programe, siç është etika dhe leadershipi, që janë shumë të kërkuara, dhe statistika aplikuar. Gjithashtu kemi dhe programet master shkencor në lidhje me mësuesin, siç janë mësues në biologji kimi, mësues matematik fizik, mësues në shkenca sociale.
Gjithashtu kemi edhe programet profesionale, master profesional, siç është master në administrim publik, master profesional në infermieristike dhe master profesional sisteme moderne të telekomunikacionit dhe teknologjitë e internetit. Gjithashtu fakulteti ynë ka edhe një program 2 vjeçar, që është program i shërbimit social. 2 vjeçar profesional që quhem. Po. Kalojmë tek pyetja e radhës. Disa elemente infrastrukturës së fakultetit, sepse dihet që infrastruktura në çdo fakultet përbën një element shumë të rëndësishëm në mbarvajtjen dhe në mënyrën se si vijnë të gjitha programet e studimit. Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane zhvillon veprimtarinë në 2 godina. Godina A që është pjesa e ish divizionit dhe godina e infermierisë, që është në pjesën mbrapa spitalit. Në këtë fakultet ndodhen 18 laboratore të ndara sipas departamenteve. Këto kryesisht janë për pjesën e mësimdhënies, por me projektet e reja që kemi krijuar nga Akshi, sidomos është projekti që ka krijuar me cilin kemi krijuar laboratorin e kërkimit në fushën e ushqimit. Është një super laborator që ndërtuar që ndihmon studentët e biologji kimis. Kjo është një risi. Activity apo Activity, po. Është risi Activity, i cili ndihmon studentët për ngritjen e nivelit tyre profesional dhe shkencor. Gjithashtu ndihmon dhe pedagogët, po ndihmon dhe për shtrirjen e shërbimeve të universitetit në të gjithë rajonin. Pra ndihmon dhe në atë që quhet misioni tercial i universitetit. Pra infrastruktura cilësohet e plotësuar, ajo që aktualisht është në këtë fakultet, apo ka nevojë për elemente të tjerë për të shtuar në të ardhmen? Ne punojmë për ndërtimin e laboratorëve të rinj. Një nga këto laboratorë të rinj është dhe laboratori Data Center, që është laborator që do të shërbejë të gjithë fakulteteve të universitetit në lidhje me implementimin e inteligjencës artificiale, machine learning, deep learning e gjithë këtyre fushave, do të krijojë një infrastrukturë teknologjike të përshtatshme për të aplikuar këto teknologji të reja. Kur mund të jetë gati, jeni në bisedime sipër për realizimin? Muajin vazhdim, po. Muajin vazhdim, projekti është fituar. Brenda aktiviteti akademik do të jetë. Po, projekti është fituar, tash vetëm presim implementimin, instalimin e pajisjeve e kështu me radhë. Një risi e rëndësishme kjo për krah zhvillimit të teknologjisë, dhe aq më tepër që baza e saj është dhe inteligjenca artificiale, që është kryefjala tashmë në shumë fusha. Në lidhje me inteligjencën artificiale duhet të theksoj edhe një program të ri që do hapim me Universitetin e Barit, një master shkencor në shkenca kompjuterike me 2 drejtime, inteligjencë artificiale dhe siguri kibernetike, e cila do na ndihmojë pikërisht në këtë drejtim. Dhe pjesë e praktikave ose kërkimi shkencor për këtë master shkencor do jetë ky laborator. Dhe këtu dua të theksoj bashkëpunimin që kemi me universitetet e huaja, që bën diplomat tona të njohura, themi ndërkombëtarisht, sepse mbaron në Universitetin e Korçës dhe mund të vazhdosh themi masterin qoftë në Itali, qoftë në vendet e Bashkimit Evropian, pa këto programe të përbashkëta që po krijojmë, dhe nuk do ngelemi vetëm në masterin shkencor në shkenca kompjuterike, po të ashtrim në të gjitha departamentet e fakultetit që të kemë programe të përbashkëta dhe kjo i bën diplomat tona të njohura. Pra, iku ai koncepti që ka qenë përpara që një fëmijë që studionte në Korçë dhe do mbete në Korçë. Tash janë universitete të hapura, jo vetëm me universitetet kombëtare, siç kemi programin e përbashkët me Universitetin Politeknik, po edhe me programe të përbashkëta me universitetet europiane, të Bashkimit Evropian. Ka ende programe të tjera që janë duke diskutuar me këto universitete europiane për të sjellë programe të reja studimin e të ardhmen përveç këtij të inteligjencës artificiale dhe të sigurisë kibernetike. Mendojmë të bëjmë program lidhe me inovacionin social, që do jetë pjesë e departamentit të shkencave sociale, lidhe me fushën e biologjik kimis. Përsëri do hapim program të përbashkët, ndoshta një master shkencor lidhe me ushqimin. Kjo është një mundësi shumë e mirë për studentët që do të zgjedhin. Cilat po i bisedojmë dhe me universitetet partnerë dhe kryesisht me Universitetin e Barit. Dhe kjo ka një risi edhe në lidhje me që na ndihmon të paktën për këtë program që do hapim vitin që vjen. Janë të nënshkruar të gjitha marrëveshjet, është gati. Marrëveshja dhe vitin e ardhshëm programi studimi do të jetë gati. Po, ky master shkencor. Njërisia është sepse edhe nga pala italiane nuk do kërkohen tarifa. Pra, do studiosh në Universitetin e Korçës, do paguash tarifat minimale që ka Universiteti i Korçës, dhe do kesh mundësi të marrësh një diplomë italiane, një diplomë të njohur. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë, Ky është një lajm vërtet shumë i mirë dhe kjo është në, do themi, jo vetëm për Fakultetin e Shkencave, po është në rang universiteti, sepse edhe fakultetet e tjera po përpiqen të hapin programe të dyfishta, të përbashkëta, siç quhen duale. Pra është një strategji e Universitetit Fansilianoli në të gjitha fakultetet për të hapur programe universitar shqiptar për të
rritur bashkëpunimi, sa është e vetmja mënyrë në këtë epokë të zhvillimit të teknologjive, inteligjencës artificiale, e vetmja mënyrë për ta përballuar këto ndryshime që janë globale është bashkëpunimi midis universiteteve, bashkëpunimi rajonal në mënyrë sepse sado të fuqishme të jenë universitetet, nuk mund të përballojnë dot këto ndryshime të shpejta që janë në këto fushë. Prandaj vetëm bashkëpunimi mund të krijojë një sinergji që të kenë dhe rezultatet qoftë në kërkimin shkencor në mësimdhënie, qoftë në kërkimin shkencor, por edhe në shërbimet terciale që do të japin mundësi për zhvillimet e sfidave rajonale, kombëtare, po dhe më gjerë. Sidomos Polidies që po krijohet afër me fakultetin tonë, do ketë mundësi sepse atje mendohet të vendosen të gjithë kjo pjesa e infrastrukturës dhe këto programe studimi që janë themi elitare, ti quajmë, sepse janë programe studimi me universitete europiane, me universitetet më të mira shqiptare, që t'i krijojnë mundësi për një kërkim shkencor modern dhe për të përballuar këtyre sfidave që tham. Dhe kalojmë tek kjo pikë. Ç'mund ta thoni për kërkimin shkencor dhe projektet aktive në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane? Edhe kjo pjesa e kërkimit shkencor është një element shumë i rëndësishëm, një kërkesë e kohës që vjen për të gjitha universitetet. Po, kërkimi shkencor është një shtyllë thelbësore e zhvillimit akademik dhe profesional, duke kontribuar në avancimin e njohurive ndërdisiplinore dhe në zgjidhjen e sfidave bashkëkohore. Të gjithë departamentet janë përfshirë në projekte, disa nga projektet i thash. Po, i përmendëm. Po kemi edhe disa projekte të tjera, sidomos në kuadër të rit. Kemi projekte në lidhje me implementimin e inteligjencës artificiale për studentët e fakultetit tonë, cilin e kemi bërë bashkë me një pedagog, Genci Çapi, doktor profesor Genci Çapi, që është profesor në Universitetin Husei të Tokios, dhe po përpiqemi që të gjithë eksperiencën dhe punën që bën laboratorin e tij që ka në Tokyo ta sjellim në universitetin tonë. Kemi arritur me këtë projekt të marrim një pjesë të infrastrukturës dhe me një projekt tjetër që kemi fituar nga Akshi në lidhje me infrastrukturën e teknologjisë, do marrim sidomos dhe me data centerin, pra kështu janë të lidhur, teknologjia është e lidhur, laboratorët janë të lidhur nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe elementeve të tjera të cilët do përdoren. Dhe ky laborator ka të bëjë shumë dhe me robotikën, me implementime në bujqësi dhe në fusha të tjera. Pra gjithashtu do të shtrihen në të gjitha fakultetet e universitetit dhe jo vetëm në fakultetin tuaj. Po, fakulteti tonë, sidomos te pjesa e polit të dijes, do jetë si tip hubi, si tip qendre e cila do zhvillojë dhe do ndihmojë në implementimin e teknologjive të reja në këto fusha, sepse çdo fushë është e lidhur me teknologjinë nëse. Po. Kështu që nuk mund të bësh pa teknologjinë. Teknologjia gjithmonë ka që ndihmë dhe do jetë ndihmë për qoftë në fushën e ekonomisë, qoftë në mjekësi, qoftë në bujqësi, diskutohet. Në të gjitha fushat, patjetër. Smart farming me robotikën. Për vetë mënyrën se si është zhvilluar tashmë dhe ku ka arritur zhvillimi teknologjik. Me gjumëshmërinë e ushqimit që ka shumë rëndësi, rritjen e cilësisë të produkteve që kanë shumë rëndësi, gjitha këto bën nëpërmjet teknologjisë. Pra janë domosdoshmëri që vlen të plotësohen këto, dhe kjo do arrihet nëpërmjet gjithë këtyre programeve të reja të studimit apo dhe projekteve që do zbatohen, sidomos në lidhje me kërkimin shkencor. Po, kemi disa projekte të tjera të përmend shpejt e shpejt. Tham të data centri që do krijohet për implementimin e inteligjencës artificiale, machine learning, deep learning, teknologjive të reja në fushën e IT-s. Kemi një projekt tjetër të financuar nga Universiteti Fanoli, që është sinergjia mes sistemeve moderne të informacionit dhe inteligjencës artificiale dhe dedikimin në biznes. Gjithashtu kemi projekt tjetër të infrastrukturës që të thash, që si titull është implementimi i laboratorit për rritjen e nivelit të kompetencave digjitale dhe kërkimi shkencor në fushat elektronikës dhe telekomunikacionit. Kemi një projekt tjetër të rit të departamentit të matematikës dhe fizikës, që është departamenti i rëndësishëm dhe është i rëndësishëm për zhvillimin e fakultetit tonë dhe që ka programe studim matematik fizik, matematik informatik, që janë programe që tani të themi maturantët druhen, po tash ka një kërkesë shumë të madhe për mësues të këtyre fushave. Por po mbarove edhe këto, ti nuk del vetëm mësues, po ti mund të dalësh një specialist në varësi të masterit shkencor që bën. Pra nëse bën master shkencor matematik, mund të dalësh një matematikan. Pra mund të kërkosh dhe diçka më tepër, duke dalë jashtë kuadrit të mësuesisë, duke kaluar në një specialistë. Kjo është rëndësia e këtyre programeve studimit, siç është matematik fizik, matematik informatik, biologji, kimi, sepse nuk mbetet thjesht në biologjia dhe në kimia në mësimdhënie. Mund të bëhet dhe mësues, dhe ka shumë nevojë për shkenca, sepse futet teknologjia dhe nuk do të thotë që shkenca do zhduken ose do teknologjia do jetë në ndihmë këtyre, kështu që prapë do duhen specialistë të këtyre fushave. Do ketë një bashkëpunim i specialistit të fushës me teknologjinë. Po, ne kemi
Shumë programistë kanë dalë, shumë programistë mirë kanë dalë që kanë mbaruar këto degët matematikë, fizikë, matematikë, informatikë. Edhe punojnë në Korçë, po punojnë edhe në Universitetin e Korçës si pedagog. Kështu nga ky departament kemi edhe një projekt tjetër të financuar nga Universiteti Fanoli, teknologjia dhe analiza e të dhënave në kërkimin shkencor, aplikime në SPSS, SR dhe EVIUS, pra aplikimeve të themi të aplikacione moderne në lidhje me interpretimin e të dhënave dhe përpunimin e të dhënave. Departamenti Biologjik i Kimis ka një projekt të financuar nga Universiteti i Tiranës dhe Akshi, në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës dhe financuar nga Akshi, artimi modeleve inovative të konservimit të biodiversitetit e tjera. Projekti financuar nga Agjencia përsëri nga Akshi, Departamenti Biologjik i Kimis, ndërtimi laboratorit për kërkimin shkencor mbi ushqimin dhe identifikimin e metodave të avancuara të analizës së ushqimit, është ky laboratori që u thash, i cili është faktik, është instaluar, është në qendër pune. Edhe një open day që përdorën maturantët, themi u befasuan nga këto laborator moderni që ka fakulteti tonë. Dhe me përfundimin e polit të dijes, universiteti do marrë vërtet frymën dhe paraqitjen e një universiteti evropian. Sepse tash do po futemi në Bashkimin Evropian dhe kjo është rruga. Dhe pra janë standarde që kërkojnë dhe nga universiteti dhe ju jeni në rrugën e dur për të përmbushur këto standarde për të qenë të denjë më pas si një universitet evropian. Edhe Departamenti i Shkencave Sociale ka shumë projekte, sidomos të Akshit, financuar nga Akshi, që është agjencia kombëtare e kërkimit shkencor dhe inovacionit. Një nga projektet është mirëqenia emocionale dhe sociale e fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve në Shqipëri dhe Kosovë, pra është bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës. Një projekt tjetër është që ka Departamenti i Shkencave Sociale, që kanë programet të studimit shkencat politike dhe ky program elitar ka në administrim dhe politika sociale. Flasim vetëm në programet bachelore kryesisht. Kanë dhe masterat që jo përmenda. Ka një projekt në lidhje me burimet që e thash, projekt financuar përsëri nga Akshi, trashëgimia kulturore, grupeve minoritare Qarku Korçë, përsëri një projekt financuar nga Universiteti i Korçës, pra me fondet e universitetit, migrimi potencial i banorëve nga rajoni i Korçës. Shumë e radhë projekte të tjera që do jenë që përfshin gjitha fushat, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pa ideja e vjet bashkëpunimi ndërinstitucional, ndërmjet departamenteve, bashkëpunim midis fakulteteve, midis universiteteve, se kjo është vetëm rrugë për të mbijetuar në këtë kohë. Edhe ju si fakulteti jeni në rrugën e dur, me gjithçka që sot jeni gati për të filluar vitin e ri akademik, ju urojmë suksese në punën tuaj, por edhe suksese të gjithë studentëve që do të zgjedhin drejtimet e studimit që ky fakultet ofron për ta. Faleminderit ju për ftesën dhe mundësinë që na jepni, sepse ka nevojë edhe prindrit të informohen në lidhje me këto zhvillime që ka Universiteti i Korçës. Po edhe vetë maturantët që duan të zgjedhin këtë fakultet, besoj se kanë nevojë të marrin një informacion më të gjerë dhe ne përgjithsisht përsollëm një pasqyrë gati të plot me të gjitha elementet që përfshin ky fakulteti i shkencave natyrore dhe humane, duke nisur që nga krijimi i fakultetit, duke vijuar më pas edhe me njësitë përbërëse, programet e studimit, një element shumë i rëndësishëm, aq më tepër elementet e infrastrukturës që janë risi që vit pas viti do të plotësohen, do të sjellin, do të përshtaten zhvillimit teknologjisë. Kemi patur shumë mbështetje nga aktorët rajonal dhe qeveritar në lidhje me ndërtimin e kësaj infrastrukture. Pra vlen edhe të falenderoj. Po krijohet një sinergji dhe është e mirë sepse universiteti është për gjithë rajonin, është për gjithë vendin, është një aset. Kështu që kur ndihmojnë dhe punojnë të gjithë është një gjë e mirë sepse u shërbejnë fëmijëve tanë dhe të ardhmes të këtij rajoni, po dhe më gjerë. Mirë, të falenderoj praninë të në tuaj mëngjes, edhe njerë ju uroj suksese ju edhe gjithë stafit akademik në fakultetin tuaj. Faleminderit. Një mesazh për studentët, sepse besoj do të ishte shumë gjë e mirë edhe një mesazh për studentët që të zgjedhin Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Humane. Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane krijon gjitha mundësitë për të studiuar si do studioni një universitet evropian. Dhe nuk është çudi sepse kemi universitetet e vogla dhe transformohen më lehtë se universitetet e mëdha. Dhe ky transformim që po pëson Universiteti i Korçës do jetë i shpejtë dhe shumë efikas, sepse do t'i bëj
do na krijojë një mundësi ndërkombëtarizimi dhe diplomat tona do kenë themi dhe cilësi, dhe si cilësi, po dhe si njohje të njëjta me diplomat europiane. Po, të falenderoj edhe për këtë mesazh për gjithë maturantët që ende nuk kanë bërë zgjedhjen e tyre për të regjistruar në Universitetin Fansilianoli. Të falenderoj edhe për pranimin e tuaj, mirëmëngjes dhe për informacionin e bollshëm që përsollën për gjithë interesuarit. Mbylli bisedën në studio ishte me ne Rafael Prodani, profesor i asociuar, dekani i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane, folën për Universitetin Fansilianoli, për një nga fakultetet time të rëndësishme